Edhe pas 13 vitesh nga firmosja e marrëveshjes së Ohrit, nuk është rregulluar statusi më meritorëve për këtë marrëveshje, ish ushtarëve të UÇK-s, invalidëve të luftës dhe familjeve të dëshmorëve. Sekretari i përgjithshëm i BDI-s Abdulaqim Ademi thotë se statusi i tyre nuk do të rregullohet me ligj të veçantë, por beneficionet për këtë kategori do të nxirren nga ligjet në fuqi. Ademi thotë se kjo kategori qytetarësh do të ketë përparësi në punësim, avancim në pozitë, arsimim, mbikëqyrje shëndetësore dhe sigurimin e banesës. Po ne këtë çështje kemi diskutuar shpesh, por edhe gjatë formimit të koalicioneve kjo hapet si temë dhe ka një dakordim që kjo çështje të zgjidhet në kuadër të sistemit aktual, pra në kuadër të ligjeve aktuale, që nënkupton edhe përparësitë që mund të kenë kjo kategori e shoqërisë edhe gjatë punësimeve, por edhe gjatë avancimit, por edhe gjatë eventualisht gjatë krijimit të kushteve, qoftë ajo për arsimim, për banesë, për mbikëqyrje shëndetësore e kështu me radhë. Ademi pranon se ngelet shumë për t'u bërë për invalidët e luftës dhe familjet e dëshmorëve, ndërsa sa u përket ish ushtarëve të UÇK-s, theksoi se numri i madh i tyre tashmë janë akomoduar në institucione shtetërore. Nëse deri tani numri i konsiderueshëm i pjesëtarëve të UÇK-s janë punësuar qoftë në polici, ushtri, në administratë ose në sfera tjera, mendoj që kategoria që konsiderohet që edhe më tutje do duhet ketë kujdes edhe nga shoqëria, por edhe nga institucionet, është kategoria invalidëve të luftës dhe familjeve të dëshmorëve. Familjet e dëshmorëve dhe organizatat e veteranëve të luftës ka kohë që kërkojnë të rregullohet institucionalisht statusi i tyre, ashtu siç ishte rregulluar statusi i branitellave dhe familjeve të tyre me ligj të veçantë të miratuar që në vitin 2002.